një prej nxënësve të Imam Shafiut, rahimahullah, që e quanin Yunus. Një ditë kur ishte në ligjërat tek Imam Shafiu, në ders tek Imam Shafiu, ky dietar i madh, ky alim i njohur në botën islame, pati një mosmarrveshje me imamin e tij, të nderuar Imam Shafiun. Dhe i hitruar nga kjo mosmarrveshje u largu dhe shkoi në shtëpi. Në mbrëmje po e ndëgjon një trokitje të derës dhe po hap derën, po e sheh Imam Shafiun, po çuditët po e sheh Imam Shafiun, rahimahullah. Imam Shafiu me butësinë dhe urtësinë e një dietari të madh, po i drejtohet këtij nxënësi, këtij studenti në këtë formë. Dhe këto mësime, vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, duhet me të vërtetë të mësojmë dhe të përfitojmë nga këto mësime. Po i thot, o Yunus, mos tento të triumfosh gjithmonë në divergjenca, në mosmarrveshje, se ndonjëherë fitimi i zemrave ka përparësi, apo është më parsorë se sa fitimi i qëndrimeve. O Yunus, mos i shkatro urat të cilët i ke ndërtu dhe i ke kalu, sepse ka mundësi që të duhet të kthehesh prap tek ato urat. Urreje gabimin, mos e urrej gabimtarin. Me gjithë zemër urreje mëkatin, por se fale dhe mëshiroje mëkatarin. O Yunus, demontoje thënien, por se respektoje thënësin, sepse detyra jon është ta zhdukim smundjen, jo të smuarin. Kështu flisnin dietarët tanë të ndershëm, kështu na këshillonin dietarët tanë të ndershëm. Selamu alaikum wa rahmatullah. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح